Para është kryeministri Kovacevski që po paralajmëroi se për shkak të asaj që në për institucionet të shtetit të përkohë ka antarë që marrin paga më të larta se vetë presidenti për keqpërdorime të tjera, paralajmëroi ligj që mund bie për ta rregulluar këtë çështje. Çka konkretisht parashikohet që mund përmbajë ligj për ta rregulluar këtë situatë? Do të thënë, unë nuk do e thoja keqpërdorim, por është një hapësirë që është shfrytzuar në mënyra të ndryshme nga institucione të ndryshme. Fakti që nuk është e rregulluar do të thotë që nuk është edhe definuar se si duhet dhe cilat janë rregullat. Ligji për pagat duhet të definon cili është niveli më i ulët i pagës në sektorin publik dhe cila është paga më e lartë në sektorin publik. Do të thonë, duke filluar nga pozita fillestare në sektorin publik deri te pozita më e lartë në vend, që do i binte kryetari i shtetit apo kryetari i gjykatës kushtetuese. Kjo është një formë të cilët çdo shtet i zhvilluar e ka. Fatkeqësisht në vendin tonë për 30 vite askush nuk ka hyrë që të bën një gjë të tillë dhe të vendosë se cilat janë minimumi dhe maksimumi i lëvizjes së pagave në sektorin publik. Mendoj se kjo do ketë disa qëllime. Një qëllim është një herë përgjithmonë të vehet rregull. E dyta të ketë mundësi në menaxhimin e burimeve njerëzore lëvizje në karrierë, që do të thonë se ke nivelet të ndryshme të pagesës në varësi prej pozitës lëvizje, dhe gjithsesi të jetë një motiv shtesë për të gjithë ata që të rrisin produktivitetin, që punojnë në sektorin publik, që të rrisin produktivitetin dhe efikasitetin. Dhe mos të vim në situata kur në fakt, siç e tham edhe dje, një antar i këshillit drejtues të ketë pagë më të lartë se presidenti i shtetit, që është një absurd në vete, apo organet që bëjnë kontroll të institucioneve të kenë paga më të ulta se ata që duhet i kontrollojnë, që është prap një absurd në vete. Komplet një ligj i ri për qytetarët dhe ato që s'kan kreditë do të përcaktojë minimum dhe maksimum. Minimum, maksimum dhe në fakt gjithë lëvizjet në gjitha kategoritë ndryshme të pagave në shtet. Kam pyetje tjetër, domethënë lidhe me ato që ishte edhe u cekni në konferencën tuaj, paga minimale. Zëvendërisht që ka shumë raste, si në sektorin publik, shtetëror, por edhe në privat, kur pavarësisht se u soll ligji për pagë minimale 18 dinar, ende ka institucione që pagojnë paga prej 15.000, 16.000 dinar. Ka është prandaj për shembull edhe profesorët e universitetit ja punojnë si janë në grevë. Po ashtu edhe në sektorin privat, për shembull ke punonjës në tekstil që po ashtu janë me 2-13.000, 15.000 dinar dhe shumë më lart. Si është e mundshme nga institucionet shtetërore të mos respektojnë ligjet që i sjell vetë? Në fakt kemi të themi një periudhë kohore në të cilën duhet të prisnim nivelimin e pagës më parshme minimale me pagën e re minimale. Dhe në këtë periudhë mund të ketë raste. Ne kemi sjell një vendim në nivel të qeverisë që gjitha pagat në sektorin publik duhet të nivelohen me pagën e re minimale. Dhe kjo nuk mund të bëhet në mënyrë automatike, sepse kërkon ndryshim të programeve të punës për institucionet e ndryshme, ndryshim të planeve të tyre financiare, dhe mund të ketë raste që në muajin për pagat për muajin mars të kenë qenë në nivelin e mëparshëm. Me sjelljen e ligjit të administratës që kaloi para 15 ditësh, në fakt ky problem do duhet të zgjidhet tek administrata, por me sjelljen e planeve financiare dhe posaçërisht me rebalansin do duhet të zgjidhet tek të gjithë. Në fakt ne e bëm këtë fatkeqësisht në disa institucione duhet të ndryshohen ligjet dhe ligjet aprovimi i tyre nuk varet nga qeveria, por varet nga parlamenti. Sa më shpejt të aprovohen ligjet atje, do ketë aplikim. Unë i qëndroj asaj se është sektori publik, është qeveria, ajo që duhet të jep shembullin pozitiv. Mendoj që në këtë rast jemi duke dhënë shembullin pozitiv. Nëse ka raste
ku në fakt nuk është apliku akoma paga minimale, mendoj se duhet të alarmohen institucionet dhe ne në mënyrë adekuate do intervenojmë. Mendoj se janë shumë të vogla rastet edhe të pakta ku kemi situatë të tillë. Kurse në sektorin privat, mendoj që çdo shkelje e ligjit për pagë minimale dhe pagesë e pagave më të ulta se paga minimale është e dënueshme. Dhe mendoj se nëse ka raste të tilla, inspektoratet adekuate duhet të reagojnë në mënyrë adekuate. Utрешниот протест сметам дека е еден во низата на протести кои што работниците и тие кои што се дел од залагање за унапредување на работничките права треба да ги прават на секој 1 мај. Ние не треба да забораваме дека секој еден од нас е на еден начин работник. И унапредувањето на правата на работниците е навистина секогаш потребно да се потсетиме. Тоа почна на 1 мај пред 100 години, продолжува секој нареден 1 мај и мислам дека јас утре ќе ги поддржам протестите, затоа што сметам дека се уште работникот во нашата земја нема достоинствено место онаму кај што припаѓа. Независно дали е тоа во јавниот сектор или во приватниот сектор. За жал, после 30 години не успеавме да работникот го вратиме онаму кај што припаѓа. И затоа мислам дека секој еден момент како што е утрешниот ден треба сите да го поддржиме. Ние почнавме преговори за општиот колективен договор со Сојузот на синдикати на Македонија како репрезентативен синдикат во нашата земја, како еден од социјалните партнери. Ги отворивме, ги добивме нивните барања, да, нивните барања се насочени на линеарно зголемување на плати, но во исто време имавме штрајк во образование, култура и образование и детска заштита, во кое што има друго барање. И ние сакаме да дојдеме до решение за општиот колективен договор кој што навистина нема да направи раздор, туку ќе направи систем на усогласување на платите. Значи овде не преговараме дали ќе има усогласување на плати. Усогласување на платите со минималната плата ќе има. Имаме период од 6 месеци да го најдеме моделот на усогласување. Дали тоа ќе биде на крај линеарно или ќе биде друг модел, секако ќе има. Со Сојузот на синдикати зборуваме и за нова методологија за дефинирање на плати. И тоа ќе го има во новиот општ колективен договор. И секако ќе го има и ќе го вратиме правото за кое што сите до еден, секој еден работник треба да го заслужува, а тоа е враќањето на правото на регрес. И за тоа мислам дека веќе имаме согласност дека ќе го направиме К15 како регрес за годишен одмор ќе биде вратен во општиот колективен договор. Само за информација, општиот колективен договор не е во сила. Последниот е поминат пред скоро 12 години. И мора една за секојаш да го затвориме, а понатаму сите гранкови колективни договори да се усогласат со општиот колективен договор. И мислам дека утре ќе биде одлична прилика да се видам уште еднаш со Сојузот на синдикати заедно со другите министри. Па мислам дека ќе се видиме таму некаде, дали на протест или во влада, ќе се видиме утре, ќе разговараме како да го продолжиме процесот, затоа што општиот колективен договор е малце поголема операција, но јас сум навистина оптимист дека во законскиот рок од 6 месеци ќе имаме позитивен исход за сите и мислам дека навистина работниците една за секојаш треба да веруваат дека од другата страна имаат партнер кој што верува дека нивната работа треба достоинствено да биде платена. Дали едно подпрашање, дали овие 6 месеци што постојано ги потенцирате, него да биде предусна за покачување на платите со оглед на високата инфлација што влада во земјава?
За vojната во Украина, на енергетската криза, на постојаното покачување на продуктите, прехранбените продукти, и дали покачувањето фактички нема да влиза инфлацијата за тие 6 месеци, доколку чекаме наредните 6 месеци да се реализира сето тоа. За жал, никој не можеше да го предвиди се ова што се случува. Ние од првиот ден, од 2017 сме почнале и сме конзистентни дека зголемувањето на платите на сите работници, независно дали се во приватен или во јавен сектор, дека треба да се подобри. Сите политики, сите мерки се насочени кон зголемување на животниот стандард. За жал, кога имате неконзистентност на политики 25 години, не можете сето тоа да го поправите во неколку години. И знам дека 6 месеци можеби се долги месеци, ние ќе гледаме колку што е возможно пократко да трае периодот на преговори, за да одговориме наитно што е возможно на овој предизвик кој што е секој еден од работниците и граѓаните, нашите сограѓани го имаат, а тоа е зголемената инфлација, зголемените цени и така натаму. Но мораме секако да сме и солидарни, затоа што кога имате предизвик, дали ќе имате електрична енергија дома или дополнителни 300 или 500 денари или дополнителна зголемена инфлација, треба да направите заеднички приоритет. И јас ги разбирам навистина барањата, но велам дека мораме во овој момент да направиме еден ишек, да најдеме решение кое што е одржливо. Зашто следната година секако ќе треба да продолжиме платите да растат, затоа што во една година не можат да го достигнат тоа достоинствено ниво кој што го заслужуваат граѓаните. Следната година ќе треба да има модел за раст, после таа година да продолжат понатаму да растат, секако како што ќе расте продуктивноста, ефикасноста и ефективноста во сите сектори. Исто им сметам дека ние сме покажале дека тоа што го кажуваме за приватниот сектор, го бараме и во јавниот сектор. Ние мораме доследни да бидеме на истите принципи на кои што и вредности на кои што веруваме. Sinqerisht nuk do doja të hy në komentet të opozitës. Në parim, ndoshta ajo është mënyra e tyre e qeverisjes se gjithkush që negocon ose funksionon në kohën e tyre ka qenë i afërt me pushtetin. Unë mendoj se në fakt njerëzit të cilët janë të thyrur në këtë rast të parafrojnë qëndrimet, të mediojnë ndërmjet dy palëve, të facilitojnë një problem të cilën e kemi të hapur dhe janë të licencuar, duhet t'i shfrytëzojmë. Mendoj se çdo koment tjetër do ishte me të vërtet pa vlerë në këtë moment. Unë besoj se zgjidhja do gjendet, por ajo nuk mund të gjendet nëse ne shfrytëzojmë si moment politik. Unë prej ditës parë kam thënë edhe kur ishte për diskutimin për atë dialogun që kishim për pagën minimale, në takimin e parë ishim shumë larg, në takimin e katërt gjetëm zgjidhje. Por ishin orë të tëra të negocimit dhe parafrimit të qëndrimeve. Mendoj se edhe këtu është e njëjta. Por t'ja lejmë kohës dhe do shohim se cila do jetë zgjidhja. Faleminderit. Благодарам.